Shkodra është kthyer në një qytet festiv, ku po mirëpret këtë dhjetor turistë shumë në vendas dhe huaj. Aktivitetet kanë nisur që me festat e nëntorit, ku në Shkodër ushtrua sofra e pavarësisë me pjesëmarrjen e autoriteteve të larta shtetërore të Kosovës dhe Shqipërisë. Me rastin e festave, Shkodra ka filluar pak më herët që me shpalljen e pavarësisë, pra që në fund të nëntorit, siç u organizuala sofra pavarësisë, një sofër gjigande në zemër të qytetit Shkodrës, që kishte një honë të madhe jo vetëm Shqipëri, por edhe më gjerë. Këtë periudhë vëret një rritje e rezervimeve dhe Shkodrën po vizitojnë kryesisht turistë nga gjithë Europa dhe priten rezervime të tjera nga Turqia, Polonia dhe Gjermania. Ka patur interes nga Kosova shumë ditët e fundit të nëntorit që të kalojnë pushimet e tyre në Shkodër. Sigurisht tashme me dhjetorin, do kemi pothuajse çdo ditë aktivitete të organizuara nga Bashkia Shkodër për të ngjallur interesin edhe më të shumt edhe nga qytetet e tjera Shqipërisë, por pse jo edhe të huajt. Edhe sipas komunikimeve që kemi pothuajse me disa operator turistik, ka patur interes edhe nga vendet e tjera të Europës, sidomos me grupe nga Turqia, Polonia dhe Gjermania që do kalojnë festat e fundvitit edhe prapë në Shkodër. Ndërsa pritet që aktivitetet festive që kanë nisur të kulmojnë me ndezjen e dritave me 6 dhjetor. Data 6 ju ftoj të gjithëve sepse do ketë ndezje dritave në qytetin e Shkodrës, do jetë një festë magjike, pra me shumë surpriza edhe të ftuar këngëtar, një nga këngëtarët më big të Shqipërisë, siç është e mirënjohura Aurela Gaçe. Pra do jetë një festë mallështore që do bëjë johon në gjithë Shqipërinë, sepse synojmë që edhe këtë vit Shkodra tashmë të jetë kryeqyteti i festave në Shqipëri. Ngritja e qytetës së festave me mbi 30 objekte që ofrojnë shërbime të ndryshme nga kulinaria deri tek argëtimi për fëmijë kanë krijuar një atmosferë të veçantë, ndërsa gjithë muaji dhjetor do të jetë i mbushur me aktivitete të larmishme ku do zhvillohen mbi 20 koncerte në sheshin para bashkisë.